E mërkur në darkë. Nana më kallëzon për të disatën herë historinë e gjokës dhe Norës. E mërkur në darkë. Baba më kallëzon për kohën kur bante këpucë për njerëz zotni. I them, ashtë e mundun me mi ba dhe mua një palë, tash që të në këpucë të kësaj bote mi vrasin kambet e mija të lira. E mërkur mbas darke, nana më kallëzon edhe historinë e Adelës. E vrame nga i shoqi për një burr tjetër. E regjistroj zanin e saj, ta kem, them. E mërkur po thuaj se mesnat, sytë e o gjaku të fiken. Nanën e zën gjumi në divan. Pas mesnat, e ngarkume me histori që ndëgjova, shkoj në dhomën time. Shtrihem dhe ndjej që dekas më trëmbas pak. Kur deke re, mbetesh përjetësisht kështu. Le qeni, as sonde s'ka me marrë gjumi.